Miqdashur, rikëthyem në pjesën e dytë e emisionit, tashmë në studio e kemi Nita Bicurin, me cilin do të flasim për atë se çka e paralajmëruam më herët. Nita, mirë se erdhe, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë se u gjeta. Fillimisht më thuaj si edhe apritove me ardhë sot në emision Jam shumë mirë, veç patëm pak probleme me trafik deri sa mrim, po kryesorja kemi mri edhe jemi këto. Në ka bo kjo e përditshme kjo me mbetën trafik. Nita, fillimisht faleminderit që je edhe tregona fillimisht shkurtimisht për veten edhe për rolin tënd në KCSF. Po, faleminderit shumë për mundësinë. Unë jam Nita Bicuri, jam menaxhere e pjesës programore të ndërtimit e kapaciteteve në Fondacionin Kosovar për Shoqëni Civile. Sot këtu kam marrë për me bisedu pak për një mundësi të cilën vetëse kemi të hapur për grantet për vullnetarizëm, më specifikisht udhëheq edhe qendrën e burimeve për shoqëri civile, një projekt I cili është implementues nga KCSF dhe Community Building Mitrovica, CBM-i, në të kuadër të cilit edhe e kemi këtë mundësim për grantet për vullnetarizëm. Mi për më thuaj pikrisht pse këtë kohë ka vendosë që KFC-ja, më falë, se pak e njëjtë kjo. Ska problem. Pikrisht në këtë kohë ka vendosë që me hapë grante për vullnetarizëm. Faktikisht që është cikli I treti granteve të cilat ipen, mirë po për ciklin e dytë të projektit për qendrën e burimeve për shoqëri civile, vetë se ka qenë një mundësi e mirë që me fillu tash me këto grantet, është vetëm pjesë e ciklit të rregullt të cilët I kemi për me incentivu edhe me promovu pak më shumë vullnetarizmin në vend. Si Fondacion Kosovar për Shoqëni Civile, ne përkundër që kemi bërë disa edhe vazhdojmë me punu në drejtim të asaj që me promovu punën e vullnetarizmit dhe me institucionalizu si proces I aktivizmit qytetar, një prej aktiviteteve apo intervenimeve që na mendojmë që është rëndësishme është edhe që me mundësu individëve, nismave të paregjistrume, organizatave të shoqërisë civile, me propozu ide të tyre për projekte specifike të cilat kishin pas për qëllim promovimin dhe incentivimin e vullnetarizmit në vend. Për këtë arsye edhe kemi mundësim për të grante të tilla. Kush mund të aplikojë në këto grante? Individ, organizata? Po, thirrja është e hapur në të gjitha udhëzimet specifike për procesin e aplikimit, njëkohësisht edhe të vlerësimit, janë se në webfaqen tonë, sepse është janë disa dokumente që duhet shqyrtuar para se me apliku, mirë po të drejtë aplikimi kanë organizatat e shoqënisë civile, individ dhe nismat e paregjistrume. Është një grant I cili idet kanë mundësi me u financu deri në 5.000 euro. Afat kohor kanë deri me 20 nëntor. Procesi I aplikimit të gjithçka do të bëhet në platformën tonë online, gjitha instruksionet I kemi edhe në webfaqen, do të thënë ne kemi në këtë ciklin e tretë të këtyre granteve, kemi mundësu dhe procesi gjithçka me shku në proces online që me lehtësu pak edhe punën e aplikimit. Pra, fati është deri me 20 nëntor? 20 nëntor. Normalisht, zakonisht deri minutën e fundit, mirë po ne sugjerojmë për gjithë ata të cilët kanë ide për angazhim të vullnetarëve, kanë ide në tema të caktuara se si me angazhu vullnetar të aplikojnë më herët që me anashkaluar pjesën e minutit të fundit. Vullnetarizëm, çka do të thotë kjo nëse mund të them kështu për vendin në përgjithësi? Po, idea e angazhimit të vullnetarëve ne kemi parë që në Kosovë deri në vitet e 90 ka qenë si proces shumë integruar edhe në punën e përditshme të cilën ne kemi bërë. Mirë po me kalimin e kohës në Kosovë, përkundër që shumë organizata shoqërisë civile angazhojnë vullnetar,
pjesa më e madhe e angazhimit të vullnetarëve shkon te organizatat e shoqërisë civile, por në përgjithësi si të rinj, si të moshuar, si qytetar nuk jemi shumë të angazhuar në komunitetet tona në punë vullnetare. Andaj ideja e këtij granti mirë po dhe punës tonë si KCSF është me pas një angazhim më të madh të qytetarëve në lagjet, në komunitetet ku ata veprojnë për çështjet e cilat i shqetësojnë ata më shumë. Normalisht në vende të ndryshme të botës, vullnetarizmi është më i strukturuar edhe në aspektin ligjor, si punë që nifet puna vullnetare, mirë po në këtë aspekt si Kosovë prej 2017-ës veç sa është fillu një proces që me e strukturu më mirë punën vullnetare dhe njohjen e kësaj pune, mirë po jemi ende në procesin e finalizimit të koncepteve si institucione edhe strategjive për me pas një qëndrueshmëri më të madhe të angazhimit të qytetarëve. Të qytetarëve dhe punës vullnetare. Në Kosovë, për shembull, në ligjin për rinjt përmendet puna vullnetare, mirë po nuk është shumë e strukturuar. Faktikisht, nëse për gjitha ata të cilët janë të interesuar për me apliku në këto grante, në udhëzuesin për aplikim janë edhe disa fusha të cilat përmenden si edhe aktivitete, si ide se ku munden me orientu për me apliku për këtë lloj të grantit. A ka disa prej fushave që janë më prioritet, qoftë mjedisi, qoftë rinjt? Janë disa prej fushave të cilat janë të përmendura, që është përmendë edhe të është fusha mjedisit, angazhimi të rinjve, integrimi gjinor, trashëgimia kulturore, integrimi në proceset vendimarrëse në nivelin lokal. Janë fusha gjitha këto të përmendura, njëkohësisht janë dhe disa shembuj të cilët vetë se ipën për aktivitete, por janë vetëm orientime se si munden ose cilat prej ideve munden me qenë të aplikueshme për këtë lloj specifik të grantit. Gjithë ata që aplikojnë, cilat janë kriteret cilët duhet të plotësohen ose çka nuk është shumë e favorshme ndoshta? Po, normalisht ideja e këtij granti me qenë se është grant deri në 5.000 euro edhe ideja është që me u shpërndar sa më shumë fondet përtej edhe Prishtinës, kishim pas dëshirë që aplikacionet të vinë prej gjithandej Kosovës, por organizatat jo qeveritare duhen të kenë qarkullim më pak se 25.000 euro. Kjo me idenë që me i mbështet më shumë edhe organizatat më të vogla për aktivitetet të tilla, individ dhe nisma të cilat duhet të dëshmojnë që faktikisht përkundër që nuk janë organizata dhe ka një veprimtari që mund të dëshmohet faktikisht, duhet që të jenë individ apo nisma të paregjistrume që janë duke punu ose kanë punu profilet të tyre në fushën e vullnetarizmit apo në fushat të cilat ata i kanë idet. Mandej normalisht tek udhëzuesi janë edhe informacionet specifike edhe për buxhetin të cilin ata duhet ta propozojnë se çka lejohet, çka financohet dhe çka jo. Mirë po për gjitha ata të cilët janë të interesuar, të gjitha shablonet edhe të buxhetit dhe gjithçka tjetër i kanë në propozim, në thirrjen të cilën vetë se e kemi të publikuar. Mirë po, keni mbështetje për krejt këtë nismë që e keni për krejt për këto grante? Po, dhe të thotë qendra burimeve për shoqëri civile mbështetet nga zyra e BE-s dhe SIDA, do të thonë është një projekt i bashkëfinancimit të këtyre dy donatorëve, ndërsa sa i përket sa thirrjeve apo grantistë mund të fitojnë për të cikët të projektit që është në 2 cikle të granteve, deri në 22 projekte mund të mbështeten nga ky projekt specifik. Normalisht duhet të kalojnë në procesin e vlerësimit. Si KCSF, vlerësimi bëhet prej vlerësuesve të jashtëm,
të gjitha mekanizmat për grandënje të cilat janë pjesë e Fondacionit Kosovar për Shoqëni Civile e kanë procesin e vlerësimit prej vlerësuesve të jashtëm. Mandej vazhdoni me mbikëqyrje ose me asistencë edhe pastaj? Patjetër, pastaj mbasi të jenë për ata të cilët janë të suksesshëm, për grantistë të suksesshëm, pastaj si KCSF ne punojmë bashkarisht me nismat individ, organizata të cilat e kanë fitu projektin për mbikëqyrje të projektit, mirë po dhe të njëjtën kohë bashkëpunojmë e i vlerësojmë nevojat të cilat specifikisht organizatat i kanë për ndërtim të kapaciteteve, mentorim të gjatë gjithë procesit të implementimit, sepse për ne si KCSF shumë të rëndësishme që me ndërtu dhe kapacitetet të organizatave për me qenë me pas një qeverisje të mbrëmshme ma të qëndrueshme, që me pas mundësi mandej me gjeneru edhe fonde të tjera dhe me implementu iniciativa të ndryshme varësisht prej profileve të organizatave që i kanë. Çka presni ose cili është ndryshimi që presni ndoshta në komunitet, që shka me ndiku kjo në komunitet për gjitha ata që marrin grante, mandej projektet rezultojnë suksesshme? Presim faktikisht qëllimi kryesor joni është që me pas një aktivizim më të madh të qytetarëve në proceset vendimarrëse në komunat, komunitetet ku ata jetojnë dhe veprojnë. Normalisht qëllimi kryesor i këtij granti është që me promovu punën vullnetare dhe me njoftë si të tillë. Edhe presim që kemi marrë aplikacionet të cilat do të kishin ide të ndryshme, mirë po që qëllim kryesor e kanë me angazhu sa ma shumë qytetar dhe vullnetar në komunitetet ku jetojnë dhe veprojnë, sa ma shumë të ri, sa ma shumë të moshuar, të cilët kanë dëshirën që me qenë të involvun dhe me qenë me bë punë vullnetare për kundër që nështë janë në pension, mirë po prapë se prapë ata kishtë qenë mundësi e mirë që me janë angazhu edhe ata në problemet, në zgjidhjen e problemeve në komunitetin apo hapësirat ku ata jetojnë edhe veprojnë. Keni shemboj të projekteve më hershme cilat kanë rezultu të suksesshme? Po, kemi... Që ndoshta kanë bërë diferencën për dallim prej projekteve tjera? Patjetër, ndoshta më i mej ndoshta kështu prej ciklit të kalum, nëse më kujtohen kështu pak më specifikisht, kemi pas në Mitrovic, në Mitrovicën e Veriut dhe Zveçan, ku një individ ka mbledh vullnetar për rreth vetës për me ndërtu strehimore të qendreve endacakte dhe me kujdes për qendrat endacakte dhe 2-3 lagjeve ku prej ka kanë ardhur ata vullnetar dhe qytetar. Pastaj kemi pas iniciativa që kanë pas të bëjnë me shëndetin mendor, sidomos në universitetet tona, studentë se si me e kalu dhe me promovu më shumë ndihmën në këtë aspekt për me pas sukses në shkollim në provimet e tyre. Pastaj kemi pas edhe iniciativat të cilat i kanë mbledh në Gjilan qytetarët në lidhje me trashëgimin kulturore të qytetit dhe angazhimin për promovim të kulturës atje. Prandaj, sa i përket temave, ka qenë një diversitet i temave të cilat janë trajtu, mirë po kemi mbledh një numër të madh të qytetarëve, vullnetarëve për me i adresu këto problematika të cilat ata i kanë. Pas rizgjerjes, çka ndodh, si fillon, cilat janë obligimet e përfituesve të granteve? Po, pasi që të bëhet përzgjedhja e grantesve, si që përmendave më herët, si KCSF punojnë bashkarisht për me ju ndihmu grantesve me implementu sa më mirë ide të tyre në afatet kohore të cilat ata i përcaktojnë. Marë parasysh që këtu në këtë lloj specifik të grantit mund të aplikojnë edhe individ, edhe nismat e paregjistrume në aspektin e implementimit dhe pagesave kështu më teknike të buxhetit. Gjitha ato pagesa bëhen prej KCSF-s, marrë parasysh që nuk janë entitetet të regjistrume, mirë po të gjithë grantesët mund të presin që pastaj do të jenë pjesë edhe programeve të KCSF-s të qendrës burimeve për shoqëni civile, për me ndërtu dhe kapacitetet dhe me u siguru që gjitha këto idetë që ata i kanë me implementu në mënyrë të suksesshme. Nita, po besoj shumë të qartë për publiku, nëse nuk ke diçka për çu për fund?
Jo, ju faleminderit shumë për mundësinë. I ftoj të gjithë ata të cilët kanë ide për me angazhu vullnetar, me vizitu faqen tonë të KCSF-s për udhëzime ma specifike lidhur me aplikimin. Afati është deri me 29 orë dhe shpresojmë që kemi pas ide të mira dhe një angazhim më të madh të qytetarëve. Të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë.